kur na vjen diçka materiale. Apo, që Allah sa bujar është, që ka, unë i dhash dhe tërë atje që mi qenimi me njerë e kapëtën. Në qështu e matëm bëjnë Allah Gjallahu Ala. Jo Allah, kjo është bëjri sa i apë. Nëse Allah të zgjënë për e ma sabajt, e të mundësën marë në gjemi, a është bujari? Po, është bujari e madhe se ka dashtë me fitu sevap, ma shumë ti se që kështë fitu më falë të shpia. është bujari, a i të ka shtu sevapin me bujarin e ti. A i që nga bën mirë në dunja, dhe të heri thëmi, o Allah është problemet, o më ke pështu, Allah të pështoft. As përsa afërmi diku që nga pështon për ahet nuk e themi që shtot. Valla është bujari kër Allah Gjallahu Ala të ka e meni që me te i kuptan ligjëratat, i kuptan fjalimet. Kjo është bujari e madhe, a nuk është mendja bujaria? Shëndetja nuk ka bujari? Shka të rinë rahat tash e pëngan ligjëratën, valla të kështë pas dhimt, e të kështë pas probleme, së shëmujt me ngu. Nuk mund është, se zhvendos dhe mendjen. Shëndetja që të ka e pa Allah tash me ngu ligjëratën, a është bujari? Se vrejna këtë bujari. A dhe Allah na vetëdisën për këtë lloj të bujaris që realisht është e hjezuar, është këgja periferike në jetën e njerëzve. Rabbukal akram, të ka ndërua Allah me pejgamber, të ka ndërua Allah Gjallë Gjelalu me Kur'an, të ka ndërua Allah me besim, bujaria me madhe që kja, mirësia me madhe që kja. Shë njerë që janë në depresion, në zhgënjim, të gatshëm për vetvrasje. Për çka? Për çka kur e shikon? Për çka? I ka me 10 begati. Një i mungon bre, një i mungon. Qaja këtë jetë në kanë zi edhe. Po vlesoj Allah këtë jetën që nga për Allah zë. Vlesoj këtë begati, vlesoj. Njerë nuk vlesoj begatit. A dhe ne kemi me vlerësu begatit si duhet. Sigur se thash, krijimi është begati e madhe. Por kjo begati merr kuptim me begatin e radhës të udhëzimit që Allah të ka udhëzu. 2 begatit më të mëdha i ka bashku Allah të ti. Që kjo është mjaftueshëm me të mbajt vazhdimisht mirënjohjen dhe Allah Gjallë Gjelalu, pavarësisht begative tjera që mund të vinë apo nuk vinë. Ndaj mos të bim në nivele të ulta të ndikimit të materializmit, që kur mungon diçka nga këtë dunja, mungon disponimi, mungon vullneti, mungon ambicia, mungon qetësia. Jo Allah. Sa i na duhet dunjoja, duhet të punu për te, më angazhu. Mirë po, prioritet mbetet aja që është më e rëndësishme që ka të bëj me pozitën tem, që te Allahu, që ka të bëj me autoritetin, sa është Allahu te unë autoriteti pa kontestueshëm, i pa rezervë. Referenca jeme kush është, të embrenga që duhet besimdojme të më marë. Nëse Allahu në këto të ka udhëzu, begatia me madhe që kja është.